رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat e selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve më të dashurit ton, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte vetëm se jemi në një atë prej netëve tek të 10 netëve të fundit, ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lypeni natën e Kadrit në netët tek të 10 të fundit. Sonte është nata 23 dhe është natë tek në elusim Allah subhanahu wa taala që nëse sonte është natë e Kadrit, Allahu më na pranoj gjitha veprat e tona të mira, gjitha duat e tona, agjërimin ton, namazin ton dhe çdo gjë që bëjmë vetëm përmes kënaqësinë e tina. Ajo se që ka këshillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me bo gjatë tyre 10 netëve është vetëm një vepër e mirë. Ajo vepër është që me adhuru Allah subhanahu wa taala dhe me bo dua atë. Tha pejgamberi sallam në hadith, ad-dua mukhul ibada. Duaja është koka apo është kulmi i çdo adhurimi. Për me bo dua Allah subhanahu wa taala dhe me kërku prej tina. Koha të cilën jemi duke jetu sot është kohë e fitnesh, ku muslimanët çdo ditë e më shumë ju shtohen sprovat, ju shtohen trazirat edhe shohim se në vende ndryshme të botës ku jetojnë muslimanët, atyre ju është ngushtuar edhe toka. Ajo se që na ka mbet neve përveç nëse nuk mujna me ndihmu atyre ndryshe, ndihma jone vetëm është vetëm se me dua. Duhet me ditë vëllai dashur se duaja është arma e besimtarit. Duaja është arma besimtare me të cilin ai e lufton edhe e largon çdo gjë të cilën mundon atë. Çdo sprov, çdo breng dhe çdo mërzi. Thot Allah subhanahu wa taala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa taala nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë gjendjen e tyre. Ndoshta edhe këto sprova, ndoshta edhe këto fitne që ndodhin mes nesh janë si shkak i joni, janë si shkak i veprave tona. Përderisa ne fillojmë të gjykojmë të tjerët, edhe jo ta gjykojmë veten tonë. Përderisa ne fillojmë të marrim të tjerët llogari e jo ta marrim veten tonë në llogari, kjo është gjendja jonë të cilën jemi duke përjetuar sot. E për cilën tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në kohën e fundit do të shtohen edhe fitnet. Në kohën e fundit në akhirul zaman do të shtohen edhe përçarjet mes juve. Nëse çdo njeri prej neve fillon me e marr veten e vet llogari, siç tha Omeri radiallahu anhu se merr në veten e juve llogari para se t'ju merr Allahu juve në llogari. Kur çdo njeri nalet edhe fol me veten e tina, fol me nefsin e tina, se veprat që është duke i bën, fjalët e cilat është duke i thonë, edhe çdo gjë të cilën është duke e rrethuar atë, a është në atë të cilën e kënaq Allahu subhanahu wa taala. E përveç asaj na duaja është e cila e ndryshon robin. Duaja është ajo e cila e ndihmon robin për me ndryshuar gjendjen e tina. Allahu subhanahu wa taala hidhërohet me ty. Allahu subhanahu edhe nervozohet dhe hidhërohet me ty kur ti nuk kërkon prej tina. Thot poeti, la yas'alanna ibn Adam haja. Mos kërkoni prej birit Ademit asgjë. Mos kërkoni prej njerëzve asgjë. Was'alil ladhi abwabahu la tuhjab. Por se kërko prej atina dyert e të cilit nuk mbyllen asnjëherë. Dyert e Allah subhanahu wa taala, dyert e Allah subhanahu wa taala nuk mbyllen asnjëherë për robën e tina. E sidomos në këtë ditë ku Allah ka garantuar, sepse në ajetet ku Allah i ka zbrit për agjërimin, pas atyre ajeteve Allahu e zbrit ajetin e duas. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. E kur të pyesin ty robërit e mi për mua, thuaj se unë jam afër. Falillahi yughdabu idha tarakta su'alahu. Allah subhanahu wa taala nervozohet me robin kur ai nuk kërkon prej tina. Nëse ti nuk bën dua, ka prej njerëzve që thonë nashta shumë po bëj dua. Nuk ka modestin dua. Ti mundesh me u bë modest në çdo vepër tonë që e bën krijesë me krijesë, njeri me njeri. Por se modestin dua nuk ka, sepse ti nuk mundesh me kërku prej Allah subhanahu wa taala as ka Allahu me dhon ty.
Nuk mundesh ti me kërku prej Allahut subhanahu wa taala, nuk i kapaciteti me kërku diçka prej Allahut, atë sa Allahu ka në mizanet e tina. Andaj kërko prej Allahut për çdo sen, se lefi kanë qenë për atyre që kanë bëu dua Allahu subhanahu wa taala edhe për senet më thjeshta, edhe për gjërat më thjeshta. Wa bani Adam hina yus'al yughdab. Sepse nëse nuk kërkon prej Allahut subhanahu wa taala, përse mbështetesh tek njerëzit, edhe kërkon prej tyre njerëzit çdo herë nervozon, edhe çdo herë që ti kërkon prej dikujt diçka, ki me koni pështrum. Asë në lodhë të mbyp që sa herë. Asë çdo herë ki me koni pështrum. Dorsa Allahu subhanahu wa taala ka thonë kërko se unë do të jap. Allahu subhanahu wa taala zbrit në pjesën e tretë natës, edhe thot a ka dikush prej robërve të mi që kërkon prej meje diçka, e unë t'ja jap atina. A ka dikush prej robërve të mi që kërkon pendim, e unë t'ja pranoj pendimin atij. A ka dikush prej robërve të mi që kërkon falje, e unë t'ja pranoj faljen atina. La yaruddu qadaran illa dua, fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e ndryshon kaderin e Zotit përveç se duaja. Ka mundur diçka që me konu kader për ty e shkruar për ty që me ndodh, por se duaja të cilën e ke bëu ti, duaja të cilën ti çdo herë nuk i ke rropi të e bëu dua, ndodh që Allah subhanahu wa taala edhe atë caktim të cilën e ka bëu për ty me ndryshu shkak i asaj duaje. Tha Ibn Taymija rahimullah, Allahu e mëshiroft, duaja i largon gjitha fatkeqësitë nga të cilat zbresin nga qielli. Çdo fatkeqësi e robit e cila mundet me zbrin nga qielli, duaja është sikur një lloj ombrelle që e mbron robin prej tyre. Duaja është armiku i fatkeqësisë. Ajo i largon ato dhe i pengon ato që të zbresin. Prandaj kërko prej Allahut subhanahu wa taala, sidomos në këtë natë. Në këtë natë ku dietarët i kanë quajtur si natët më të mira të vitit, natët ku ka më shumë ti begati, natët më të mira të vitit, natët të mbushura me mirësi. Kërko prej Allahut subhanahu wa taala. Padyshim se Allahu e ka shkruar shkaqet e çdo të mirë, ka shkruar Allahu subhanahu sebepin e çdo të mirë dhe çdo të keqe që ty ka me të ndodh. Por se Allah i ka shkruar se vetë ti për më mbështet në to. Është e ditë se farz është për neve me mbështet në Allahun subhanahu wa taala. Por se është edhe obligim që ne me i marr sebepet e çdo gjëje. Na mujna me thonë se Allahu e ka shkruar që çdo më ndodh dhe ndodhi. Allahu e ka shkruar çdo sen që ka më ndodh tan. Na e dimë se çdo sen që ka më na ndodh deri në ditën kur do të desi, ajo është me kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Por se ti kërko prapë prej Allahut. Kërko prej Allahut edhe mos u trego modest në dua. Lejse shay'un akramu ala Allahi min ad-dua, sepse nuk ka diçka që Allahu subhanahu wa taala më shumë se sa duaja. Nuk ka diçka me cilën Allahu subhanahu krenohet më shumë me robët e tij se sa kur ata kërkojnë prej tij. Prandaj kjo është edhe këshilla që Allahu subhanahu wa taala e jep në Kur'an, edhe këshilla që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e jep në hadithe të ndryshme, që kërkoni prej Allahut. Kërkoni prej Allahut edhe mos kërkoni prej njerëzve. Mbështetuni në Allahun dhe mos mbështetuni dikon prej krijesave tina. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala që në këtë natë të bekuar Allahu më na pranon gjitha duat tona, më na pranon gjitha veprat e mira tona. E lutim Allahu subhanahu wa taala që më na mundësoj me arrit natën e Kadrit edhe më na shkruaj Allahu për atyre të cilët e adhurojnë atë më shumti. Walhamdulillahi rabbil alamin.